Mirë se erdhe Ardiana, Ana, faleminderit që ke ardhur sot në Malandet. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi e veçantë edhe që një intervistë shumë e ngrohtë, duke ditur edhe raportin që keni ju të dyja. Ardiana, si po ndjehesh me vajzën që tashmë e përmenda në hapje që është duke shkuar drejt hapave të muzikës? Është satisfaksion për prindin kur e sheh fëmijën duke u ngjitë në hapat të suksesit. Ana është tu e realizua ato ëndrrën e saj në fushën e muzikës, edhe pse është ende në moshë të re, po për neve si familje, për neve si prindë dhe për vajzën tjetër është një përmbushje, do të thotë, për me pa suksesin e saj që çdo ngjitje, çdo paraqitje është një emocion shumë më i veçantë edhe ndoshta jo ndoshta, po për prindin është kënaqësia më e madhe tu e të i kalu edhe sukseset e veta i Anash kur e sheh fëmijën që është tu e realizu një ëndër ose një paraqitje.